غريق المعاصي ومن عليه بلطف يفضي بي لخلاصي يا أخي ذنب النواصي أدرك غريق المعاصي ومن عليه بلطف. Vëllezër të dashur, mirë se keni ardhur. Pra, kjo është takimi jonë i mbështjel, javor, cilin e kemi çdo javë. Por kësaj radhe kemi një musafir, i cili na vjen nga Kaçaniku, Hoxha Fedai Bazliu, për ndryshe, Hoxha është edhe kryetari i Bashkisë Islame për komunën e Kaçanikut. E lusim Allahun xhaleshanu në shpërblyje që ka ndarë me ardhë të na sonte. Gjithashtu e lusim Allahun xhaleshanu që ne billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil khalqil mursalin. E falenderojmë e madhnojmë Zotin Dhul Xhelal. Ai është i vetmi që meriton falenderim. Ai është i pari pa fillim, ai është i fundit i pa mbarim. Ai është i vetmi që jep jetë, që merr jetë, që përcakton gjini e që jep furnizim. I qofsh mi fal për çdo dhunti, mirësi e begati që na i ka dhuru. E mirësitë e begatitë e tij ndaj nesh janë të shumta, saqë nuk kemi mundësi edhe për t'i numëruar. Po me theks të veçantë e falenderojmë Zotin Dhul Xhelal që ka mbjell, që ka instalu imanin e pastërt për të në zemrat e tona. Iman që jep shije jetës tonë, punës tonë, veprimtarisë tonë, dynjas tonë, e jemi të bindur se do t'i jep edhe ahiretit tonë. Përshëndetjet selamet qofshin për Muhammed Mustafan, sallallahu alaihi wasallam, mësuesi njerëzis, ambasador i rruzullit toksor, doktor i zemrave tona, shefatxhi i parë dhe i fundit, nesër kur do të dalëm para madhnisë së Zotit, në atë ditë dhe në atë moment kur nuk ka dobi prej mallit as e vladit, do të jetë Muhammed Mustafaja, sallallahu alaihi wasallam, ai i cili do të ndërmjetësoj për të gjithë ata dhe ato, cilët dhe cilat kanë dëshmu dhe kanë besu la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Të dashurit e mi, shumë të respektuar kryesi e kësaj xhamie, ju xhamatli, vëllezër dhe ju motra, jam i nderuar që sot jam në mesin e juj. Jam i nderuar që sot në memorën time, në zemrën time, do të kem edhe ftyra të reja, shoke meq e vëllezër të rinja që deri tash nuk i kemi njoft edhe fizikisht. Dhosh Zoti Dhul Xhelal t'ju jep shëndet, t'ju përdor për hajër dhe për të mirë, në të mirën e vetës t'juj, të familjes t'juj, dinit Zotit Xhaleshanuhu e Xhalaxhalaluhu dhe traditës tonë. Të dashurit e mi, në pak minuta do të sjellim diç nga ky nektar i pashtershëm i fjalëve të Zotit Dhul Xhelal, i fjalëve të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, i dietarëve tanë të mirëfillt dhe nga tradita jon kombëtare. Të dashurit e mi, dinin e Zotit ne nuk mujna me ngrit. Ata e kanë ngrit Zoti, ati i kofsh mi falë. Çka do që të flasmi edhe të punojmë, dinin e Zotit na nuk mujna me ngrit. E ka ngrit Zoti Dhul Xhelal. Mirë po duke punu e vepru, edhe duke boj dertin e këtij dinit islam, Allahu na nderon neve, Allahu na ngrit neve, Allahu na pasunon neve
dhe Allahu na jep gjitha mirësitë e begatit e kësaj bote dhe inshallah të botës tjetër. Të flasësh për Islamin, të punosh për dinin e Zotit Dhul Xhelal, është nderi më i madh që e ka plën një besimtar dhe një besimtare. Andaj na ka nderu i madhi Zot Xhaleshanuhu e Xhelaluhu me këtë mision. Na ka nderu i madhi Zot Xhaleshanuhu e Xhelaluhu. Por dashurit e mi, një gjë duhet ta dim, nuk bëhesh fetar i mirë vetëm se me dituri. Fetar i mirë bëhesh vetëm me dituri. Allahu nuk adhurohet me ignorancë. Feja nuk është qysh na i kana neve për ta interpretua, po për ta kuptu. Mirë, po feja është ashtu qysh ka thonë i madhe Zot Dhul Xhelal dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Po dashurit e mi, a shumë e frikshme me u frigu, a shumë e frikshme që njerëzit ignorant po kanë ndikim të madh te masa. A shumë e frikshme që njerëzit ignorant, të paditur, të pa formuar, të pa lexuar, të pa ullur as një moment para mësuesit adekuat, ata me pasën ndikim në mos. Kjo është shumë e frikshme. E bëhet edhe më e frikshme kur njerëzit e dijes së mirëfillt nuk ndëgjohen, nuk nderohen, nuk respektohen dhe nuk pasohen. Këto mezhlise janë për ta inkuraju çdo njanin prej neve për mësim, lexim dhe studim. Këto mezhlise janë për ne, për ta inkurajuar çdo njanin prej neve për me ul në bankat e shkollës. Këto mezhlise janë për me përkra dijen, për me përkra dijen. Zoti Dhul Xhelal ati i qofsh mi fal, kur e spjegon çështjen e zekatit. E Jusuf el Karadavi e ka për merak një fetfa, kur është pyetën a me i dhonën zekatin ati që po e adhuron Zotin, apo ati që po mëson e po studion. Thot ai i cili po e adhuron Zotin, ja sheh hajrin adhurimit vet veç vet. Kurse ky që po e mëson diturin, dituris tina kanë mja pa hajrin që të gjithë, këti du të mja dhonën zekatin. A shumë e frikshme sot që të kërkosh çdo kujt, e në veçanti fetarve, ti thu se e kem një djala për një vajza të shkolluan për fe, a ki mundësi me ndimu, Allahit shpërbleft hoxh, faleminderit shumë që ma dhove këtë mundësi. Ha? Sa do të kaq, urna? I thot hoxha, e kemi një djala për një vajzë që është duke studiu mjekësi, kimi, fizik, histori, gjeografi. Hoxh, nuk është obligim për krejt. Dashurit e mi, feja nuk është veç mu bo hoxh, po feja është për çdo profil të jetës. Neve kemi nevojë për një historian, për një kimist, për një psikolog, për një sociolog, ne kemi nevojë për një mjek, për një inxhinier, për një pedagog, për një pedagoge, që me qenë të lidhur me Zotin Dhul Xhelal. Ata japin më shumë në shoqërinë e vet dhe ndikimi i tyre është shumë i madh atje. E dyta me radhë dashurit e mi, me të gjitha mirësit dhe begatit që ne ka dhuru Zoti, ati i qofsh mi fal. Me të gjitha të mirat, qetësia shpirtërore është duke na mungu. Kur ma të pasën nuk jemi kanën. Pse nuk jemi të lumtur?
Po ne para disa kohëve nuk i kemi pas këto kushte ekonomike. Prindërit e tanë nuk i kanë pas këto kushte ekonomike. Mirë po kanë qenë të lumtur. Kanë qenë të lumtur. E qetësia shpirtërore nuk vjen nga një jetë pa probleme. S'ka. Krejt kemi probleme. Krejt kemi sprova. Po sprova du të më na u kthy neve në motiv për jetë. Sprovën na duhemi me përkthy në sukses. Sprovën që na ka kaplu na duhemi me kthy në aktivitet. Sprovën që na ka kaplu neve, na me njëherë duhemi me motivu edhe të tjerët. Në moment që neve të na kaplën një sprovë, nuk guxon ne me u dëshpru. Mirë, po ata duhemi me kthy në motiv edhe për të tjerat. Për këtë nuk ndërtohet nga një jetë pa probleme, por nga një zemër e pa zhurmshme. Nëse don me arrit qetësi shpirtërore, arrihet nga një zemër që nuk ban zhurmë. Keni po do veç din, veç mu anku. Veç mu anku. A tjetëri, din veç me tregu problemin e vetë. Edhe ju dukët problemi vetë ma gjiganti, si kur unë nuk ashtë i sprovu mas kush. O doshurit e mi, nëse dan me rikthy qatë sprov, me u bo një zemër e lumtur, nuk dohesh me përfol shumë. Veç duhemi me punuan. Qetësia e vërtet nuk fitohet duke rregullu botën për rreth nesh. Po qetësia e vërtet fitohet duke rregullu botën brenda nesh. Si ta rregullojmë çet botën që e kemi qëtum brenda nesh? Ka me u rregullu edhe bota rreth nesh. Problemi i muslimanëve, i fetarëve në veçanti, është që po dojmë me rregullu botën rreth nesh, e shumë pak me i kushtu kujdesje botës mbrenda nesh. Për këtë arsye, ne kemi shtëpia luksoze, kemi makina luksoze, kemi zyre luksoze, mirë po nuk jemi të lumtur, nuk jemi të qetë. Arsyeja, e kemi ndërtu vetëm të jashtëmën, të mbrendshmën e kemi harru. Sot është një thirrje. O musliman, mundohuni me rregullu botën brenda nesh për t'i dhonë shije dhe për ta shiju botën që është rreth nesh. Të dashurit e mi, është e habitshme kur imperativi par islam ka zbrit lexo, mëso, studio, e të gjesh musliman e në veçanti fetar që shumë pak lexojnë për mos me thonë fare heq. Nga muslimanët lexojnë pak. E mas pakti nga muslimanët lexojnë fetarët. E mas pakti nga këto fetarët, mas shumti nga këto fetarët, ndëgjojmë leksione, fetfa, ordna, zban kjo, banaja, haram kjo, halalaja, mos rri me ata, mos e ndëgjo kët, e gjërat këtilla. Nga kush dalin nga këta? Nga ata që këtë mahallën e për me kanë bosh. Bosh. Ata cilët kanë njohuri, ata nuk din me nënçmu dikan, nuk din me ofendu dikan, nuk din me përbuz dikan, nuk din me jabo bajat në këtë gjumën tonë, nuk din do thot me jabo dikujt, po vetëm din për me e inkuraju. Problemi është që shumë flasmi për aspektin imanor, për ta ngrit imanin, që janë shumë në rregull, po pak flasmi për ta ngrit aspektin intelektual. Ngritja imanore duhet të jetë në barazi me aspektin proporcionalisht, me aspektin intelektual.
Kur të ka një disbalans në mes shpirtërorës dhe intelektualës, aty është si kur më konë këto poshtë në zetë, këto nalt i pa izolum, krejt mëk bëhet. Kemi nevoj shpirtërorën dhe intelektualën me bo bashkë.